Grabite taksisti në fushë Mamuras si pasagjeri vodhi 400.000 lekë në mes të rrugës. Ngjarja ka ndodhur pranë autostradës. Një pasagjer pasi ka marrë një taksi për të udhëtuar në drejtim të veriut të vendit në fushë Mamuras. Pasagjeri ka kërkuar taksixhiu të vijonte drejtimin e rrugës për në fshatin fushë Mamuras. Pasi ka udhëtuar pak metra, pasagjeri jo vetëm që nuk ka paguar udhëtimin, por i ka grabitur dhe një shumë prej 40.000 lekë të vjetra. Drejtuesi taksis ka bërë denoncimin në komisariatin e policisë së Kurbinit, ndërsa po punohet për të zbuluar autorin e kësaj grabitje.